kam kënaqësi të veçantë që paralajmëroj se ju së bashku me Bajramin, së bashku me këshilltarët, me 22 mars do ta sjellim pranverën e re këtu në Dibër. Me 22 mars do ta sjellim Europën në Dibër, Dibrën do ta bëjmë komunë europiane. Po jo vetëm këtë, kam nderin dhe respektin që paralajmëroj se Maqedonin dhe ta bëjmë Maqedoni europiane me pranverën e re. Tër Maqedonis do t'i sjellim një ardhmëri të re, për arsye se demokracia e re ka vizionin e qartë. E kemi strategjin, e kemi iden e qartë. Të nderuar të pranishëm, ne ju shumë lehtë vëreni se projektet tona i paraqesim para juve në mënyrë transparente, në mënyrë të dukshme, duke dasht me një vizion të qartë, t'i ndihmojmë çdo qytetari pa marrë parasysh se ku jeton. A jeton në mes të qytetit ose në fshat, jeton në Dibër, jeton në Shkup ose jeton në Tetov. Demokracia e re veçanërisht e kam parasysh faktin se Dibra dhe Dibranët 20 vitet e fundit kanë ngel të anashkaluar jashtë proceseve zhvillimore në këtë shtet. Unë kam pas fatin që mbrenda 3 muajve të fundit 2 herë të jem në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe pikërisht në New York, në rrethinën e New Yorkut e pash edhe një Dibër tjetër. Të nderuar pranishëm, ne gjithë së bashku kemi një obligim të madh. Duhet të bëjmë çmos, të ndërtojmë ekonominë, të krijojmë kushte më të mira. Demokracia e re garanton se qytetin e Dibrës do të ndjerë nga kriza, do të bëjë gjëra të mundura që sot duken të pamundura. Të nderuar bashkëqytetar, prioritet në programin ton është zhvillimi ekonomik. Edhe atë, në fillim do të bëjmë rividimin e planit ekonomik lokal, duke angazhuar ekspert lokal dhe ekspert me renome për zhvillime strategjike. Të gjithë investitorët tanë që do të vinë nga diaspora, Dibran që punojnë përkohësisht në botën e jashtme në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do t'i orientojmë në zhvillimin e turizmit dhe hotelerisë, duke patur parasysh atributet e shumta turistike që janë prezente në komunën tonë, në komunën e Dibrës. Do të mundohemi që të zhvillojmë turizmin e hotelerisë sa i përket në liçenin e Dibrës, zhvillimin e turizmit banjor, kulturor, malor dhe rural, sepse me zhvillimin e turizmit dhe hotelerisë do të ketë efekt multiplikativ në zhvillimin e veprimtarive të tjera ekonomike dhe jo ekonomike. Zhvillimi i shpejt i turizmit dhe hotelerisë do të ndikojë drejt për drejt në zhvillimin e komunikacionit, në zhvillimin e tregtisë, në përmirësimin e shërbimeve komunale, në zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë, ku blegtorët dhe bujqërit tanë do të kenë mundësi të bëjnë plasmanin e produkteve të tyre bujqësore dhe blegtorale në përkapacitetet turistike. Do të ndikojë drejt për drejt në zhvillimin e agjencive turistike, të cilat më nuk do të luajnë rolin e zbrazjes të qytetit të Dibrës përmes mërgjimtarëve tanë që shkojnë në botën e jashtme, po do të sjellin turist nga vende të ndryshme të Evropës në kapacitete turistike të Dibrës.